aty komisionerët e partive të ndryshme janë përfshirë në vjedhje të vota. Ajo thotë që unë nuk e kam ditur që është vjedhje vota, vetëm me naivitetin tërë e kam nënshkruar. Dhe vjedhja është bërë në gjatë regjistrimit në kompjuter. Ka ndodhur diçka e çuditshme, që unë e reagova me njerë, policia krimit ekonomike e tha menje telefonit të dorëzohet. Po, që arrestuar 100 persona është shumë e vërtet, aty ka bashkues dhe komisioner, dhe sot gjitha avokatë jemi kyçur jemi thirrur nga ana e policisë dhe tuzhve, me punën të prokurorit që ta asistojnë gjatë dhënies së deklarës. Por sot kemi kuptuar se në proces të sipër do derisa hetues kanë hetuar çështën dhe ka parashtruar pyetje, aty janë involvuar shumë komisioner ku gjatë procesit të numërimeve të votave në qendrat e numërimit, si të bërtu në Prizren, dhe këtu kanë ndodhur vepra vjedhje, aty komisionerët e partive të ndryshme janë përfshirë në vjedhje të vota në një formë apo formën tjetër. Pra, komisionera ime, të cilën e mbroj e përfaqësoj nga partia vendoset, ajo thotë që unë nuk e kam ditur që është vjedhje vota, vetëm me naivitetin tërë e kam nënshkruar. Dhe pyetja e tuzve dhe prokurorit është pse keni shkruar atëherë kur ke ditur që po vjedhet. E kjo lenë të kuptohet se nuk është veç nga përgjegjësia penale e klientëve time, por duhet kuptohet se komisioner, secili ka rolin dhe punën e tij, sepse një komisioner e ka rolin që ti numëroj votat me gojë, ti tregoj, komisioneri tjetër nga partia tjetër ai të qes në kompjuter. Dhe vjedhja është bërë në gjatë regjistrimit në kompjuter. Andaj edhe pse klientja ime ka shkruar dokumentin, kjo nuk e bën të fashë si ai që i ka bërë vjedhje industriale, por unë konsideroj se këtu ka edhe standard të dyfishtë se prokuroria nuk e kryen punën as sa duhet mirë objektive, sepse duhet të jetojnë edhe politikanë paralelisht, politikanë të cilët kanë ndonë në media dhe kanë bërë thirrje që të jetojnë votat e tyre që janë vjedhur. A kjo është një alibi e tyre dhe një strategji që t'ia gjujnë fajin komisionerëve vetëkuese. E ndërsa këta po amnesohen. Pra kjo është aplikimi standard të dyfishtë dhe nuk ka drejtësi këtu, por fatkeqësisht këtë komisioner mbi 100, sa kemi kuptuar, janë të ndaluar në urët prokurorit në periudhë me 48 orë. Ajo ka shkuar aty test sepse ne kemi kuptuar vjedhjet e votave janë bërë tek mas 10 ditëve keni kuptuar nga Paçarizi zotri, zoti Paçarizi, i cili ka thosur se votat pyritën dhe ka dalë në televizion se ka vjedhje në thjesht ata thënë ashtu, por që kjo ka shkuar me ide se nuk është era poshtë që ka marrë në si komisioner në zgjedhje. Dhe gjithmonë zgjedhjet tona janë përshëndetur nga dëkombëtarë se janë qenë në rregull dhe demokratike. Por kjo formë e vjedhjes, si këto që ka ndodhur, kjo është era poshtë, e pandëgjuar për neve dhe është rrezi. Dhe është vjedhje në mënyrë dinamike, në mënyrë profesionale dhe ka shkuar kjo ide që zgjedhjet janë në rregull dhe bashkues nuk kanë përcjellë para mendoni bashkues e partive, të cilët e kanë ndonë me punën ka përcjellë, nuk e ka përcjellë vjedhjen dhe kjo nga mendjelecia në naiviteti sa kanë shkuar dokumentet, që e bën fajtore, pa dyshim, dhe këtë e bën fajtore. Thirrjen e parë për komisionerëve që ka qenë, domethënë, intervistimi i tij ka qenë sot në ora 9 intervistimi i komisionerit të partisë Emilia Rexhepi, partia bosnjake, me të cilën unë e përfaqësoj. Kemi dalë para policie ku gjithë policë më shumë të kanë marrë krimit ekonomik e Prishtinës, këtë punë janë të kryer prokuroria për krimit ekonomik e Prishtinës. Momentin e intervistës që kemi pasur me komisionerin, unë e kam qenë drejtën time që klienti jep të mbrohet në heshtje. Mos e jep asnjë deklaratë, sepse deklarata domethënë partia saj, Emilia Rexhepi, pa as puli as ngritje të votave, të vendohet që s'po manipulim provave. Po ashtu, kur thirremi me një pjesë të intervistës sot në polici në Prizren, ka ndodhur diçka e çuditshme, që unë e reagova me njerë, policia krimit ekonomike e tha menje telefonit të dorëzohet, do më pa diskutim telefonit të naivit me njerë. Unë tash so problem telefoni, ja dorëzoj telefonin dhe ja dam edhe kodin që le të bëhet forenzika telefon dhe vërtet tonë sena që s'po manipulimi i votave prej partisë Emilia Rexhepi. Këtu duhet me reagu vetë Emilia Rexhepi si parti, dhe ajo parti vetë të reagon, dhe ministra të reagon dhe të jep një konferencë me mbet komisionerin e vetë. E jo me lon me mbet secili interesat e vetë.